Ky filmim tregon pasojat e një aksidenti të madh automobilistik në New Orleans të Shteteve të Bashkuara. Bilanci 7 të vrarë dhe 25 të plagosur. Aksidenti ndodhi në një autostradë në dalje të qytetit ku u përfshin 158 makina ndër të cilat edhe kamion. Disa prej tyre shpërthyen në flak dhe bën që zjarri të përhapet edhe në automjete të tjera. Sipas policisë amerikane, shkaki i aksidentit të madh u bë mjegulla e dendur që vështirësoi shikueshmërinë në autostradë. Dëshmitarët thanë se qartësia e shikimit nuk shkonte më larg se 3 metra. Ndikim të madh në vështirësimin e pamjes pati edhe tymi i përhapur nga zjarret masive të rëna në një zonë pyjore aty pranë.